Kanye West, një nga artistët më të njohur të muzikës moderne, ka shkaktuar një valë reagimesh pas një gabimi të dukshëm në një postim në rrjetet sociale. Në njoftimin e tij për koncertin në Shqipëri, ai shënoi gabimisht Turqinë si vendin e ngjarjes, duke lënë fansat të habitur. Ky incident ka tërhequr vëmendjen e përdoruesve të rrjeteve sociale, të cilët nuk kanë ngurruar të shprehin shqetësimin e tyre për pasaktësinë e vendodhjes. Komentet e tyre varionin nga ato humoristike deri te ato kritike, duke theksuar rëndësinë e saktësisë në komunikimin publik. Koncerti i Kanye West u zhvillua në stadiumin Eagle në Kashar, një nga lokacionet më të njohura për ngjarje të mëdha në Shqipëri. Ky event mblodhi një numër të madh fansash, të cilët shijuan performancën e tij të gjallë.